Nëse ke lindur në vitet 80 ose 90, je rritur në një botë që nuk ekziston më. E mban mend kur miqësia do të thoshte ti trokisje dikujt në derë, jo ti dërgoje një mesazh. Kur mëngjeset e së shtunës ishin për filmat vizatimor, jo për shfletimet pafund në rrjetet sociale. Kur lumturia vinte nga kasetat e regjistruara vet, nga xhirot me biçikletë, lojrat në lagje, dhe dritat e rrugës që ndizeshin si për të treguar se ishte koha të ktheheshe në shtëpi. Por ja çfarë bën brezin tënd të veçantë. Ju ishit urat, të fundit që e njohët jetën pa teknologji dhe të parët që u rritët duke ju përshtatur asaj. Jetuat në kohën e kabinave telefonike dhe të internetit me dial-up. Dhe më pas, e pat botën të zhndrohej në diçka më të shpejt, më të zhurmshme dhe më të vështirë për të shmangur. Dhe ndoshta pikërisht për këtë arsye, njerëzit e lindur në vitet 80 dhe 90 mbartin një dhimbje të lehtë, një nostalgji për thjeshtësinë, një dëshirë të heshtur që gëzimi mund të vinte po aq lehtë sa dikur. Dhe nëse kjo duket sikur flet për ty, është sepse ti mban mend dhe mban brenda vetes dy botë. Unë e dua teknologjinë, internetin, kompjuterët, inteligjencën artificiale dhe gjithë ato horizonte të jashtëzakonshme të shkencës. Por e pranoj se ndonjëherë mendoj se është për të ardhur keq që të rinjt sot nuk e përjetojnë atë botën e thjeshtë në të cilën u rritëm ne. Po ti ç'mendon?